që shqiptarët i japin narkodiktatorit atë që popujt guximtari u kanë dhanë, atë që i dhanë dikur diktaturës parë, po atë që i dha Bangladeshi. Autokratës, atë që i dha Nepali. Autokratit t'i japin Edi Ramës shqiptarë dhe sa më parë. Ajo është një sfid i poshtrim që u bërë shqiptarëve. Që unë ju vjedh, do t'ju vjedh, që për mua s'ka drejtësi, që gjykatën kushtetuese e marrë si një lezë zvarë e zvarisë, dhe bën ato që i them. Që këtu ligjin e bëj unë dhe ligje kushtetuta janë letër e vdekur. Pra na edhe do flasin qytetarët. Është koha e qytetarëve tani. S'ka asnjë surprizë. Ja u them unë ju, nuk heq imunitetin e saj, sepse ajo ja ka bërë të qartë. E merrin si kështu ju me si shakate kur unë thosha që ajo ka genin terrorist. Ka patur gjyshin vras serial. Po, nuk shkon ajo kurban për Edi Ramën, mos kujtoti. Ajo ka kryer krimin, po e ka kryer për Edi Ramën. Shkap. Ajo është doresi, po porosit që është Edi Rama. Kështu që kemi të bëjmë me këte, pra kemi të bëjmë me një moment që vetëm populli mund të zgjidhte. Vetëm do të zgjidh populli. Do të zgjidhin qytetarë, do të provojë Edi Rama guximin e qytetarëve. Do të provojë Edi Rama se si guxon të thotë qytetarëve që u kam vjedhur do t'u vjedh.